Kjo do të thotë që do parashikohet rrogë minimale 1 milion lek. Minimalja. Kjo do të thotë që pensionet tuaja do t'jenë më të lartat në Shqipëri, në krye. Kjo do të thotë, natyrisht, bëj një sqarim këtu, si për Marsit, ne i përgjigjemi, si për Marsit tuaj, që do të detyrohet të lviz rrogën nga 800.000 në 1 milion dhe me tutje, ne do t'i përgjigjemi ati. Ne do t'a lehtësojmë atë në taksa. Ne do t'ja ulim taksat ati. Ne do t'ja shesim energjinë ati, jo me 18, po do t'ja shesim me 6 tek. Ne, pra, një seri masash ku ajtë mos falimentoj.